Në një fshat të vogël e të ftohtë malor, jetonte një djalosh i vogël, jetim, pa prindër e pa njeri që të kujdesej për të. Çdo ditë, ai dilte herët në mëngjes për të mbledhur dru në pyll, duke ecur zbathur mbi dëbor dhe duke duruar të ftohtin, vetëm që të fitonte disa monedha për të bler pak bukë dhe ndonjë copë rrobe për veten. Një ditë dimri, pasi kishte punuar gjithë ditën, ai arriti të shiste pak dru dhe bleu me to një copë bukë, pak djathë dhe një xhaketë të përdorur në treg. Ndërsa po kthehej për në kasollën e tij të thjeshtë, pa një burg të moshuar të shtrirë pranë një muri, i mbuluar me rroba të grisura, duke u dridhur nga të ftohtit dhe me fytyrë të zbetë nga uria. Djaloshi ndaloi. Pa asnjë fjalë, hoqi xhaketën që sapo kishte bler dhe ja vendosi mbi supët të moshuarit. Më pas hapi trastën e tij dhe ja dha atij bukën e vetme që kishte. I moshuari e pa me sy të përlotur dhe mezi shqiptoi. Pse, bir? Ti vetë nuk ke asgjë. Pse po jep gjithçka që ke? Një kalimtar që kishte parë gjithë skenën u afrua dhe i tha: Djalosh, ti je vetë në nevojë. Përse po sakrifikon gjithçka për dikë tjetër? Jetimi buzëqeshi me butësi dhe tha: Unë e di se si është të jesh vetëm, të jesh i uritur dhe të ngrijë trupi. E di si është të mos kesh asgjë dhe askënd. Por e di gjithashtu se Allahu më sheh dhe kur ai të sheh, mjafton. Ai nuk të lë kurrë vetëm. Dhe me këto fjalë, ai u largua pa kërkuar falënderime, i lehtësuar në zemër, edhe pse i zbrazët në duar. Ky tregim na kujton se bujaria dhe dashuria për tjetrin nuk varen nga ajo që kemi, por nga ajo që jemi. Zemrat më të pasura janë shpesh në trupat më të varfër. Dhe besimi i vërtet, kur është i thellë, të bën të ndash edhe pakën që ke, me bindjen se Zoti kurrë nuk të harron. Në fund, ai që jep nga pakti i tij, jep nga pasuria e shpirtit.